urime dita e çlirimit. Ato vinte kjo ditë që Kosova të ishte e lirë e shteti i pambarur. Sot kemi nderin e madh që jemi së bashku me zotin Ekrem Bardha, një shqiptaro-amerikan, një heroj vërtet i gjallë sot i kombit ton, një njeri që ka dhënë shumë për pavarësinë, për lirinë e vendit ton, edhe na ka nderuar sot me prezencën e tij këtu. Ishim me dhënderime të vari presidenti Rugova, të heronjt tanë, ashtu të dëshmorët, së bashku edhe me komandantin Sopin, së bashku me pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, së bashku me ashtu e kemi edhe doktor Elmi Berishën këtu nga presidentin e Vatrës, që po na nderojnë me prezencën e tyne. Urime dita e çlirimit. Unë jam shumë i prekur për që ka qenë një ëndër për mua për shumë vite, që ato vinte kjo ditë që Kosova të ishte e lirë e shteti i pambarur. Jam këtu dhe me prezencën tuaj, zoti kryetar, për parim Rama. Ju falenderoj për shoqërinë tuaj dhe uroj sukses të punën tuaj, por jam shumë i emocionuar sepse unë gjatë jetës time kam dedikuar për pavarësinë, jetën time për Kosovën, dhe janë këta burra këtu, këta heronj që luftuan heroikisht, dhe erdhi kjo ditë që ishte një ëndër prej shekuj që një ëndër që u realizua, dhe unë në këtë moshë që kam arritur nuk e kisha menduar që mund të ishe këtu me juve dhe të nderojmë këta burra, këta dëshmorë që dhanë jetën për liri, për pavarësi.